Fituan ata njerëz cilët janë shpirt mirë, që janë zemër mdhenj, që e duan Allahun xhaleshanuhu me shpirt e me zemër, dhe besimin e kanë shumë të rëndësishëm në shpirtin e tyre. Dhe zë dhe mi, ky nuk është vendi ku vinë vetëm njerëzit e kulluar dhe të pastër, jo. Ky është vendi ku të gjithë ne vim, si që jemi të bita dhe jemi me të metat dhe me gabimet tona, por me një qëllim, që të madhërojmë Allahun xhaleshanuhu, që t'i përkushtohemi Zotit ton, që të zbusim zemrën dhe shpirtin, që të largohemi nga të metat, që të gjejmë suportin edhe energjinë pozitive dhe mbështetjen e Zotit xhaleshanuhu, që të bëhemi më të mirë, se sa në momentin që kemi ardhur në xhami, pra dalim më të mirë kur dalim nga xhamia. E vetëm kështu me lejen e Allahut xhaleshanuhu jemi për atyre cilët do të jemi njerëz të mirë, do të fitojmë mirësinë e Allahut xhaleshanuhu. Mendo mirë për Zotin tënd, edhe je optimist në jetë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an na tregoi fragmente nga jeta e profetëve, ngjarje dhe histori të cilat i përjetësoi si mësim dhe shembull për edukim dhe për të gjithë njerëzit që do të vinë pra nga brezi në brez derisa të jetë jetë në sipërfaqen e tokës deri në kiamet. Ngjarje të mbushura plot me shpirt, plot me optimizëm dhe me shpresë dhe me energji pozitive.